Kisha shekullore Shënxhonit në fshatin Rashkullaj të Malësisë së Madhe u mbush nga 10 besimtar, të cilët morën pjesë në kremtimin e meshës së shenjtë në kuadër të 13 të martave të shëndohet. Mesha e shenjtë u kremtua nga arkipeq videoqezës Shkodër Pult, Imzo Giovanni Peragjine, i cili gjatë predikimit kërkoi nga besimtarët që të jenë besnik ndaj Zotit dhe ta jetojnë me përkushtim besimin e tyre. Besoj që të gjithë ne edhe sot dëshirojmë të ushqehemi me fjalën e Zotit. Kemi më shumë dëshirë për të dëgjuar fjalën e Zotit. Gjatë meshës ne kemi mundësi të qëndrojmë në dëgjimin e fjalës së Tij, e pastaj këtë fjalë që ne dëgjojmë bëhet mish. Do me thënë, me sakramentin e kungimit, ne të krishterë, besojmë që e marrim korpin e Krishtit. Arsyeja që sot jemi këtu është devotshmëria jonë ndaj një shenjë të shenjtanot. Nuk jemi këtu për të, për shenjtanot, ne jemi këtu për Zotin. Është shenjtanoti që na tregon rrugën që ne mund të shkojmë te Zoti. Mos mendojmë që shenjtrit kanë pasur një jetë e qetë. Edhe ata, ndoshta më shumë se ne, kanë përmbaluar situata të vështira. Edhe ata kanë pasur vështirësinë e ditës së përditshme, e jetës së përditshme. Por kanë qëndruar beznik ndaj thirrjes së tyre. Kanë qëndruar beznik ndaj fjalës së Zotit. Kjo është shenjtëria, vëllezër e motra, që të jemi beznik ndaj thirrjes sonë. E cili është thirrja jonë? Zoti na ka thirrur që ne të jetojmë me të. Kjo është jeta e krishterë. Imzo Giovanni Peragjine, gjatë meshës u shpreh se sot më shumë se kurrë shoqëria ka nevojë për njerëz që veprojnë me mirësi dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Shenano na thotë që është e mundur. Është e vështirë, por është e mundur. Kemi nevojë atëherë, vëllezër e motra, të qëndrojmë vazhdimisht në dëgjimin e fjalës së Jezusit. Kemi nevojë gjithmonë të ushqehemi me fjalën e Tij, me korpin e gjakun e Tij, me sakramentet. Sepse më shumë jemi të bashkuar me Krishtin, më shumë do të mësojmë e marrim fuqi për të dëshmuar në jetën të përditshme çfarë besojmë, çfarë shpallim. Do të mundohemi të veprojmë çfarë shpallim. Çfarë besojmë, çfarë kremtojmë. E ne kemi nevojë sot në shoqërinë tonë, jo vetëm njerëzit që flasin, po kemi nevojë njerëzit që veprojnë mirë. Çdo të martë të rënojat e kishës së Shënxhonit në fshatin Rashkullaj të njësisë Kryemirë në Malësi të Madhe mbushen me besimtarët katolik.